pra që tregon që pavarësisht se nëse do kishin marrëdhënie të acaruar që mund të kishte prekur fundin, nuk do shkonte deri në shtëpinë e tij dhe qëndronte aty. Së pari dhe së dyti, avokat, ajo që mund të thoni si u zbulua pra 7 ditë, ai arriti të qëndronte i ftohtë duke luajtur rolin. Pra si i skenoi për 7 ditë edhe si u zbulua. Kush ishte kyçi që e zbuloi? Pra që u thye, duke vendosur përballë provave. Kyçi që u thye për faktin sepse masi ndodhi ngjarja, pikërisht ai skenoi, futimi do bënte depistim hetimesh dhe shkruante shoqeve të Ilarias, nga informacionin që ne kemi, shkruante pikërisht informacione provizore, sepse duke qenë hetimet në vazhdim, informacioni është jo direkt, si të themi, sepse vjen informacioni nga gazetat dhe nga informimet të tjera, por nuk kemi informacion direkt, sepse janë hetimet në vazhdim. Ai i skenoi dhe bënte depistim hetimesh që i shkruante shoqeve dhe i shkruante me fjalë dhe familjarëve se mos gaboj. Kështu që ai është inkastruar, si thon, nga disa video që nga shqetësimi i prindërve që nuk gjinin gocën dhe gjithsesi në raste të tilla dhe policia gjë e parë që bën është merr informacion si nga prindrit dhe nga personat e afërm për të parë çfarë ka bërë viktima në momentet e fundit. Normalisht duke parë faktin që ka qenë në prani të të fejuar, si mund të themi, dyshimet kanë vajtur direkt tek ai, plus ka disa video që nga masi janë zhvilluar disa hetime të tjera, ka disa video që e kapin atë duke u spostuar me Ilarian dhe duke spostuar kufom, që janë disa video që kanë organet e policisë kanë arritur të rekuperojnë. Për sa i përket Ilaria donte ta lindte, do të thotë që ishte një lidhje konfliktuale që nuk ishte lënë, kështu që besoj se ishte në fazë lënje, prandaj është ka vajtur tek shtëpia e Markut dhe siç duket sepse marrëdhëniet përpara kanë qenë të mira, sepse vërtet që prindit nuk donin, po siç duket prindit ishin në dijeni të lidhjes. Prandaj besoj se ka qenë dhe ky nga ana e Ilarias mund të qenë dhe një mirëbesim, fakti që ai jetonte me familjar dhe nuk mendonte që të bënte një gjë të tillë. Kjo për mendimin tim. Avokat, kam dhe diçka të fundit, feminicidi një shqetësim i madh, në problemi i madh në Itali. Edhe duket që sikur kjo ngjarje ka shërbyer edhe për shpejtimin e nismave ligjore për të forcuar kuadrin ligjor, pra kodin penal. Po, ju konfirmoj se në datë 7 mars, që është ditë e gruas, Këshilli i Ministrave Italisë, pikërisht në bazë këtij fenomeni që po bëhet gjithmonë problematik për Italinë, ka propozuar një projekt ligj që parashikon futjen në kodin penal italian të një norme të re për feminicidin, një neni 577 bis i kodit penal, i cili aktualisht është në fazë projekt ligji, ka kaluar, se mos gaboj, në 1 prill në dhomën në komisionin e Senatit të Italisë dhe pritet, shpresoj sa më shpejt të futen kjo norme e re, e cila pikërisht parashikon dënimin me burgim të përjetshëm në rast vrasje të një gruaje ose femër, shpresojmë përveç faktit si thon futjes së kësaj normative ligjore, duhet me marrë si mas mendimit tim, duhet bërë dhe sensibilizim, sepse ndërshkimi me norma të rrepta nuk mjafton për të kufizuar ose për të ndaluar këtë fenomen që për fatkeq siç tham është shumë në shpërhapje në Itali. Duhet të bërë dhe sensibilizim në shoqërisë dhe të marrë masa dhe nga aspektet të tjera, jo vetëm masa ligjore. Avokat, duke uruar që ngjarje të tilla të mos ndodhin, unë falenderoj shumë për informacionet edhe për analizën ligjore, edhe që hodhët dritë për këtë ngjarje këtej Adriatikut. Të jam shumë i njohës për kohën. Ju faleminderit dhe ditë të mbarë.